kisha menduar kur se do të kishte një ambient të tillë në shkollën tonë. Winksa, përqendroni, ky nuk është kampi i shkollës dhe duke gjykuar nga pamja e Blumit, ajo nuk është shumë e lumtur. Blum, mirë? Nuk kam qenë kurrë më mirë, Flora. Me që po flasim për këtë, Blum, mos është pjesa e kodeksit që ndodhet në Alfea kjo gjëja që ke në dorë? Po, dhe nëse nuk e bin që të na e kthej, Alfea dhe e gjithë magjia do t'jetë në rrezik të madh, kuptoni? Nëse po flisni për terin, mos flisni më. Do merremi ne. Forza, ikim! Prit, më lini të flas me të. Blum, të lutem, ti je shoqja jon. Mua as që më bëhet vonë. U lodha, më erdhi në majtë të hundës nga gëzimi i rrem, nga sjellja jote me shoqet e tua budallaçe. Jeni të gjitha shumë patetike. Flora, mos e dëgjoj. Nuk është Blumi ajo që po flet. Po pasi e kontrollon magjia e zezë Territ. Ajo ka të drejtë, kështu duhet të jetë. E po, nëse Blumi është nën pushtetin e një magjie hije, mendoj se një dos terapie e diellit do ta rregullonte ekuilibrin e shoqes son të sëmur. Baj edhe pak më gjatë spionja ime të shmuar. Kërboku është duke ardhur. E provove një herë, Stella. Çfarë? Asgjë? Nuk mund të besoj se... Gati! Nëse do të largohesh, nuk do të të mbaj kundër dëshirës. Në rregull, zemër, e kërkove vetë flakërima diellore e Stellës. Çfarë është ajo? O Zot! Në shenjë. Çfarë? Çfarë ke, Wings? Nuk mendove vërtet se mund të më mbaje nën kontroll? Provoje një herë dhe do ju shkatërroj të gjithave. Oh, Blum! Ti je shoqja jam. Po ti guxon. Puthja speciale e Loketës është e vetmja gjë që mund të prish magjin. Loket, u tregove vërtet e mirë. Forca tani, Blum, nuk e do me të vërtet atë kodeksin, no? Oh, e ke fjalën për këtë? Sigurisht që jo. Por mjeshtër Terri e do me siguri. Loketa, vet piksi im, po mundohesh të ma hedhësh? Mirë, tani ose kur duhet ta marrim kodeksin. Gjëra që rriteni, mbrojeni shkollën tonë. Po tani çfarë? Lule për mua? Oh, unë urrej lulet, nuk shkojnë me pamjen time të re. Nuk shkojnë fare. O Zot, po tani duhet ta detyrojmë të na dëgjojë dhe të arsyetoj. Mburoje e valve. Ky shmakti më i madh që më ka zënë syt. Goditje e dobët, Muza, shumë e dobët. Kjo ishte vajzë, vazhdo të flasësh. Topi i fuqisë. Fluskaros? Ha! Do doja të më thoshe më gjuaj me gjithë forcën, por më duket se sa po e bëra, apo jo? Për te normales. Sinqerisht nuk e kam idenë nëse ne mund të bëjmë gjë kundër saj. Por zonjusha e vogël, Dragua, nuk po arsyeton fare. Këtë herë nuk s'mbrapsem. Supernova e diellit! E kërkua vetë Wingsa, luftoja në zjarrin me zjarr. Ja ku jam. Prit, funksionoi? Po është Blumi? Nuk i bëra asgjë apo jo? Shikoni! Ja ku je, vogla ime, çoje këto të mjeshtri. Ajo është këtu, profesor, nxito! Erdha sa më shpejt që të ishte e mundur. Po këtu çfarë ka ndodhur? Dhe ku është Blumi? Është atje lart, profesor. Ç'kemi, profesor? Ke ardhur në kohë për të parë zemrimin tim. E shkreta vajz, Sominio Falax Zesino. Ne duhet ta